Herën e parë nuk këmë prezentu se nanë, përse i këmë pas që fëmija së më ka njoftë. Nuk të ka njoftë fare? Edhe? Ta ne im shku gradualisht. Ko pas kohë, vikenda. Si ishte reagimi i vajzave kur për herë të parë t'ju afrove edhe? Ashtu, ai të hamdretin ashtë ai takimi me nanën. Mirë po... Ti fillimisht nuk ju tregova se jam nanat, do thonë nuk kanë arrit me njoftë. Jo, sepse nuk desha mi ngacmu fëmin në atë pikë, për disa me ditë qysh i kanë përgadit ata që i kanë folë për mua. Që mos mi lëndu për zhvillim tutje. Mirë po mandej i tharë vajzës të mëllë se kër kemi nanën, ka shku në Gjermani, ka si në keqë më shëndite më shëru, ta në pas të gradualisht. A dhe sa takime, këtë të vëma. Po si ka qenë reagimi i tyne? Nuk e di. Nështë ta mosha, ka po të vetën pak kanë qenë tërjekta, pak të heshë. Për shkak se është largu një nani moshë shumë të vegjël kur kanë qenë edhe pastaj kur ju kesh faq ka qenë shumë absurde, shumë e papritën kjo. Mirë po të thënë drejtën, me këpasat forcën shpirtërore, kom punu shumë mirë me vajzat. Gradualisht, që ka mungu për shembull kontakti i familjes, i kom marrë vikenda, kom punu ato, që nuk kom pas probleme shëndetësore, mirë po atë e keni vapen, e keni familjen e juve. Edhe ata faleminderit, nuk i kanë folë diçka vajzat, se s'kena pas në arsye diçka. Thjesht nuk ka jetë. Po, e mirë po, vajzat kanë bo lëvizje, i kom marrë pushime, i kom marrë vikenda, tash binë në shtarin me javë dhe me mujtë të tëra, kështu që pa të lashe. Do të thotë, vajzat janë rritë me një familje, janë rritë snosha me dy prem. Nuk e kom dashur me lanë fëmijën me pas mungesën, minimum mungesën ose të nanës së babës. Edhe anena kanë pas kujdesin e shumë, edhe ne mënon në maksimum këtë punë, këtë jetën në rrugtimin edhe sakrificën e ku bëj për to dhe pra bëj për to.